Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sot jam i nderuar që kam një musafir të veçantë, i cili njëkohësisht është udhëhec ose kryesues i një klubi të shigjetarisë me seli në Prishtinë që quhet Dardania. Faleminderit që gjete kohë me na u përgjigj ftesës. Faleminderit. Fillimisht a mund na tregosh se çfarë të ka nxit që të marrësh me këtë sport? Si në fillim si fëmijë që kem marak përgjithësi, shumica e fëmijëve ose mosha më e re lind me një dashuri ndaj gjërave të cilat janë e kanë një farë baze kogjo më të Tani pastaj ina trajnuar në Turqi, për shkak të interesimit të cilin e kina hulumtu dhe rastisht kina rënë vendin e trajnimit të cilën jem bo të Yunus Emre. Ata e kanë hapë së pari herë një aplikim për shigjetari tradicionale, automane, ose turke tash. Edhe pastaj aty masi e kina kry një trajnim, ina shku ina trajnu në Qollar Vakaf, cila është një shkollë këgjo e mushme, që mirët me shigjetari. Do thotë ju ushtroni këtë sport në kuadër të institutit Yunus Emre në Prishtinë që është? Po, ata janë kryesor, ose inicius kryesor cilët na jem sot ku jem sot, me zhvillimin, me plotësimin e harqeve, shigjetave, meritor janë ata. Përveç klubi jonë, kemi arrit më hap 5 klube, plus një mësunim më hap edhe klube tjera. Këtë kjo bu përmes Yunus Emres edhe bashkëpunim që kanë me shkollën Qollar Vakaf, e cila gjendën në Stamboll. Jam lidh me përmend shikues të nderuar që unë jam regjistruar tek klubi Dardania dhe ka trajnuar granite dhe me vërtet është një sport që ja vlen të ushtrohet. Është me vërtet një sport relaksues, e vendos cakun dhe pastaj synon që t'ja qëlloj shpikës të kuqe dhe kjo është me vërtet shumë relaksues dhe ta mëson edhe jetën, se ti në jetë dush me dash caqe dhe të mundohesh që të arrish ato. Dhe unë tek graniti kum vrejt profesionalizëm dhe na ka mësu metoda ndryshme të gjujtjes, siç është metoda automane e metoda tjera. A mund të na rrëfesh pak më gjerësisht se çfarë veçorie ka pas metoda automane e hedhjes të harqeve? Duke fillu prej fillimit ndërtimit të harqeve, ndërtimi i harqeve është në mënyrë ma profesionale. Se kjo është ndërtim modern, kurse kohët e mëhershme është ndërtu prej pjesës drunit, prej pjesës të brinit të bullit, edhe prej ligamenteve të kafshëve. Cilën e kanë bo harkun me konë shumë i qëndrushëm, edhe shumë i fort, kur u përdor, për shembull, pa marrë parasysh u përdor luftra, apo kurse edhe tash ato harqe cilat janë në mënyrë ma profesionale, ose mënyrën e vjetër, cilat e ruajnë mënyrën e vjetër ndërtimit, ato përdoren për gara në gjatësi. Çfarë vlerësimi kanë ata cilët ushtrohen te kjo? A ju pëlqen ky sport? Zakonisht na kur ti hapum aplikimet, numri është kogjo i madh që të aplikojnë. Mirë po personat për shkak të punëve tani do shkojnë të reduktu. Mirë po si sport është nashta ma shumë i nevojshëm, mas shumë që të kohë cilën jem. Pra arsye se është qetësues, edhe përveç që ushtrojmë na me një ambient mbyllur, na si klub e kemi prioritet çdo herë më inkuadru në çdo aspekt. Aktivitetin e bujmë shkolla, na për ahengje kulturore, dolëm natyrë, kurse tash e fundit, që 2 herë, është hera 2 që jem të ju bashku edhe hikingit me hoxhën, cila është diçka shumë e mirë, po na pëlqen edhe neve shumë, edhe mendoj që çdo herë me vazhdu se me pru diçka të reja. Për arsye se edhe harku është, na jem të lehtë me pjesën e harkut. Edhe çdo herë ku të shkojmë me morru mas veti, ushtrojmë, provojmë gjëra të reja. Njëjtat mënumi tani mi përdor edhe te kursant tonë cilët i kemi. Bukur është me vërtet një kombinim i shkëlqyer midis hikingut dhe shigjetarisë. Kjo natyrë e bukur, kjo të relakson pastaj edhe vetë hedhja shigjetave, edhe kjo relaksuese si që përmende, mos ma relaksuese se peshkimi, edhe pse kjo mund të jetë subjektive, dallon prej personi në person. Secili e ka ato, mirë po personat cilët veç fillojnë kursin ose dolin, është një kohë cilën
është I qetë senet kënë zarë. Do më kur të mirë është me pjesën e harkut, ashtu për shembull nëse e lidhëm me kauna fetare, që tregohet nga Muhamedi alayhis salam, që do më thonë vetmi punë ose dështim që nuk është I humbur, është kur të mirësh me pjesën e harkut, që mëson shigjetarin. Mirë, a ushtrani edhe metoda tjera të hedhjes shigjetave përveç metodës turka otomane? Ka, do më thonë, na I kemi edhe harqet olimpike të cilat I përdorëm. Tash në kohën e fundit për shembull për shkak se na jemi në kuadër federatës, jem hap si klub tradicional, mirë po jem pjesë, domethënë edhe çdo herë mundohemi më inkuadrua edhe në Federatën e Kosovës, cila ajo është domethënë me hark olimpik. Ato janë domethënë janë pak disiplinë më ndryshe nga kjo, mirë po kjo I përshtatet domethënë gjitha gjërave, saqë na e përdorëm për shembull edhe shigjetarinë edhe me kalirim. Edhe domethënë çdo herë shkojmë të bëu sende të reja. Ke ngjajshme me stilin e mongolëve që kanë kaliru dhe kanë hedhë, apo jo? Po, kjo është si harqe dallojnë pak, për arsye se pjesa e lindjes shumica I kanë harqet e kanë të njëjta, mirë po tani dallojnë te lakesat, të ndërtimit tyre, dikush e zgjedh një dru tjetër, dikush një dru tjetër. Fenomenal. A keni ndaj përësi për shikuesit për fund? Po, ata të cilët për shembull vetëm nashta e kanë një monotoni, unë mendoj që është zgjedhja më e mirë. Të paktën bile me provu ose me mësu diçka të re prej. Masi vetëm u survu, se nashta me një kohë ose unë kur kum kërku nuk e kum pas mundësinë, mirë po tash është mundësia. Përveç klubit tonë, domethënë janë edhe 5 klube tjera si çdo qytet domethënë e prezantojnë shigjetarin. Edhe unë I bashkangjitem këtij rekomandimi, provon e supaku një herë shigjetarin dhe keni me pas që është sport me vërtet shumë relaksues. Të falenderojmë për këtë intervistë. Allahu të shpërblet. Faleminderit. Amin inshallah. Mashallah. Po mëson një 5 vjeçar se si me hedh shigjeta, ha? Zakonisht ka edhe prej 50 që vinë. I kemi të harqe edhe pak më të vogla, mirë po. Hajde. I gati? Normal, se Hajde, tash shte. Hajde ka. Tash kur të më ne shte e fej, ti vetë ja bodurës. O, bre, në Shte s'ka më herë shte kokë. Shta gjuja dhe shta? Asë se më gjullë shumë. Ku, e ki gjujt? Pes. I gati? Hajde, shte. Hedhja e bukur, e shkëlqyshme.